Miqtë Prizmus, sot në ditën e verës tonë, në dikur nuk na ka mësuar kur këtë ditë, sepse sigurisht kishte një ditë pranvere, 21 mars, po tash i thonë është dita e verës me 14 mars. Nëse thonë që është në kohën paganizmit, ne e dinim se sigurisht shtinet edhe 21 ishte çështje gjeografie dhe normalisht breza shkollë, por nuk është qëllimi i diskursit tim. Si që thash, ushtriva pak mas një udhëtimi relativisht gjatë dhe po shikoja në celular kur më del Euronews Albania dhe një intervistë një gazetare e cila nuk flet edhe shqip mirë, sigurisht është gazetare angleze, britanike, jeton në Shqipëri. Shqipin e ka shumë të vështirë, sado që ka bërë kohë në Shqipëri nuk e mëson. Kjo tregon edhe diferencën e madhe midis nesh edhe britanikëve. Britanikët njohin vetëm një gjuhë, vështirë njohin gjuhë tjetër. Njohin vetëm anglishtën dhe atë shpeshherë nuk e njohin mirë. Shqiptarët mund të flasin 3-4 gjuhë dhe mirë. Kjo gruaja gazetare ka vite në Shqipëri edhe mezi e flet shqipe, mezi e nxjerrë shkreta. Megjithatë kishte bërë një intervistë Liri Berishës. Edhe u marrnita nga një kohë dashurie e saj me Sali Berishën, kur tha që Sali Berisha është një romantik. Bile këtë ja tha kjo gazetarja që s'flet mirë shqip. Një romantik i madh dhe romanticizmi konsistonte në këtë lloj fakti. Sali Berisha që kishte sipas Liri Berishës, një memorie jam habitur gjithmonë, edhe sot habitem, thot Liri Berisha, me memorien e tij ka një kujtesë të jashtëzakonshme. Është vërtet, Berisha të gjitha ato që bën i kujton, përveç se nuk kujton mirë kur bën krime, por ky është një diskurs tjetër. Ka një kujtesë të jashtëzakonshme dhe në kohën kur ishte romantike dhe dashurisë me Lirin, i recitonte në rusisht kësaj poezi vjersha të Sergej Jeseninit. Sigurisht Jesenini është një poet fantastik rus, sovjetik mund të themi, bile është i persekutuar, por Berisha lirisë të tij ja recitonte në rusisht këto vjersha. Tashti po thosha vetë, ne që s'kemi memorien kaq të madhe, grave ose dashurave tona, mbase nuk na ka shkuar mendja që t'ja recitojmë në rusisht jo, se ka qenë vështirë. Unë kam bërë rusisht, po rradhe tek mund të kem shkuar deri ke vjersha me pasion. S'kam asgjë me rusisht është fantastike. Në anglisht po, diçka në italisht shumë. Po romanticizëm për mua ka qenë që ta bëja unë vjershën. Jo të përdoja vjershat e Jeseninit. Dhe cilën vjersht? Atë të nënës. Poezi. Cilën poezi të Jeseninit? Nëse, ideja është e tillë. Romantik i vërtet është kur i dhuron ti vjersh, i bën një vjersh ti të dashurës, gruas. Unë për shembull e kam bërë gruas time. Jo një, po disa vjersh. Dhe besoj që gati nuk mund të quhem romantik, megjithëse aty ishin vjersha romantike. Janë edhe sot e kësaj dite aty janë. Po quhet romantizëm. Romanticizëm. T'ja recitosh vjershat në rusisht, do me thënë që ti demonstrosh atë që mban mend sot Liri Berisha, memorien e tij fantastike për të mbajtur mend në rusisht vjershat. Në rusisht, ja ka recituar në rusisht. Jo, nuk thanë serbisht, sepse Berisha ma merr mendja që nuk di serbisht, por rusisht di. E ja recituar. Sergej
e Seninin. Jo, u binda nuk i ka bërë vjersha. Sali Berisha nuk ka bërë vjersh poezi për Liri Berishën. I ka recituar në rusisht Liri Berishës vjersat Sergej Eseninit. Dhe për këtë është një romantik. Dhe kështu e përcaktoi edhe gazetarja e famshme angleze që ka gjithë jetën e saj në Shqipëri dhe nuk mëson dot shqipen, kur Sali Berisha mante mend në rusisht vjersat që ja ekspozonte dhe ja këndonte, ja recitonte Liri Berishës. Prandaj ishte edhe habitur kjo gazetarja e famshme. Tha, kaq romantik Sali Berisha. Ishte shumë interesante. Pastaj kishte disa pjesë ku Liri Berisha ishte e mërzitur pse kishte hedhur gaz policia, kishte bërë terror me demonstruesit. Nuk ishte e kënaqur që kishte pas zjarr hedhin kudo demonstruesit në Paris, në Athinë, kudo. Kishte harruar në shkretat kush janë këta demonstruesit që hedhin zjarr në Paris, partitë politike apo demonstrues të harruar. Po nëse këto nuk kishin rëndësi. Ishte mërzitur pak për shtëpinë e Enverit, se ajo ka qenë vetë aty, ke shtëpia e Enverit. Sigurisht, Liri Berisha tregon që ka më tepër ndjenja. Sali Berishës nuk i vjen keq për një vend ku ka qenë vetë, ka bërë vizitën, por njerëzit kanë harruar se në atë shtëpi që hedh zjarr Sali Berisha, për ta djegur, e din që nuk do ta djegi dot, po i thot gjuani atij, turmës atyre trimave që kam me vete, zakonisht janë horra, kështu. Dhe digjeni, ai ka qenë brenda atje, dhe nuk i vjen keq. Ose i vjen kaq shumë keq sa do që ta djeg. Thot më mirë të mos ekzistojë ajo shtëpi. Kurse Liria Liris i vjen të keq për shtëpinë e Enverit, ajo ka momente të shkëlqyera në atë shtëpi. Liri Berisha me Sali Berishën kanë qëndruar aty. Në rininë e tyre kanë bërë qef. Kur gjithë të tjerët hanin më ndër me thonë, nuk duhet ta them, edhe vishin si fantazma, ajo qëndronte me fëmijët e Berogjës, me Sokolin e me Lilianën aty dhe me të tjerë. Pra ajo kishte një ndjenjë të vështirë si ta djegin atë shtëpi ku unë kam qenë e lumtur atje. Liria më pëlqeu. Nuk donte që të dijesh shtëpia ku ajo dikur kishte kaluar rininë e saj, kishin pranuar në rininë e saj. Dhe sigurisht qante edhe kohën kur Sali Berisha i recitonte në rusisht vjersha nga Sergej Esenin. Interesante, shumë interesante. Pastaj mënyra të folurit të saj, shumë intelektuale, shumë e shprehur, shumë jashtëzakonisht shumë elokuente dhe jashtëzakonisht shumë me fjali të ndërtuara, me kaq bukuri të ndërsjellë të mendimit edhe të shqiptimit. Shumë kishin thënë që është një grua shumë e zgjuar, por nuk e kisha besuar. Tash e besova. Edhe më vjen keq që e kam kuptuar këtë gjë dhe e kam besuar këtë gjë nëpërmjet emisionit një gazetare e cila nuk flet edhe shqipen mirë. Megjithëse ka kohë që banon në Shqipëri. Dakord miqtë mi? Ja. Modest ta bëja edhe këtë përçapje timen gjithmonë për të nxjerrë edhe një mrekulli tjetër të familjes Berisha. Normalisht ajo që desha të them në fund se nuk dhunohen Liri Berisha me gaz nga policia, protestuesit në të drejtën e tyre. Sepse Liri Berisha ka parasysh 21 janarin. Protestuesit vriten, plagosen, gjuhen pluma ndaj tyre, siç ka bërë i shoqi. Miqtë prizën kjo burrë grua kriminal. Miqtë prizmës, edhe Sali Berisha është një kriminal, dhe po ashtu edhe Liri Berisha që rri në shtrat me të dhe aprovon veprimet e tija, është një kriminal. Nuk ka pse të ketë dallim. Nuk ka pse të ketë dallim. Janë si Nicolae Ceausescu me Elena Ceausescu.
si Enver Hoxha me Nexhmije Hoxhën, si Mehmet Shehu me Fiqeret Shehun. Nuk ka pse tjetë ndryshe. Kështu janë dhe Sali Berisha dhe Liri Berisha.